Fshati Garani Kërçovës sot u shndrua në epiqendrën e festimeve mbarkombëtare me rastin e 28 nëntorit ditës së flamurit dhe përvjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Atmosfera festive u kurorëzua me zbulimin e bustit të heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, një ngjarje historike për shqiptarët e kësaj ane. Skënderbek, rangu i motshëm, prije prap një herë ushtrinë, e shif në ditë të sotshme dhe liroje shqiptarin. Gëzuar 28 nëntorin dhe mirë se vini në Garanën ton të dashur. Mirë se vini në fshatin më lindor të Shqipërisë prej vërteti, fshatin Garanë. Ceremonia nisi me performancën e grupit të arbëreshëve të cilët kishin ardhur posaçërisht për këtë ditë të shënuar, së bashku me pasardhësin e Skënderbeut Loris Kastriotin, duke i dhënë manifestimit një simbolik të veçantë shpirtërore dhe identitare. Gjetim të fala nga gjithë arbëresht nga Italia. Na jema grupi Kreshnikët i Lirisë nga një vend që quhet Shën Benedetti, Ullan, San Benedetto Ullano thonë në Itali. Këtu edhe jema reprezentojmë gjithë arbëresht. Me kumtesë historike u paraqit historiani Dardan Emini, i cili theksoi figurën unifikuese të Skënderbeut dhe veçoi kuvendin e Lezhës si moment kyç të epokës skënderbegiane dhe të vetdijes shtetformuese shqiptare. Sot shënojmë një datë të shenjtë për qenjen tonë shqiptare, 28 nëntorin, ditën që lidhet drejt për drejt me 28 nëntorin e vitit 1443, ku në udhëheqjen e Skënderbeut në muret e Krujës u ngrit flamuri i Kastriotëve. Me këtë akt nis epopeja skënderbegiane. Beslidhja e Lezhës përbën modelin më të arrirë të organizimit politik, ushtarak dhe ekonomik arbëror. Ajo u udeua nga Skënderbeu dhe u përkrah nga familjet më fisnike të kohës, Arianitët, Topijajt, Dugaxhinasit, Gropajt e të tjerë. Në këtë manifestim mori pjesë edhe lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, i cili në fjalën e tij bëri lidhjen historike mes figurës së Skënderbeut si simboli bashkimit dhe frymëzimit dhe mobilizimit të luftëtarëve të UÇK-s me në krye komandantin legjendar Adem Jashari. Në Prizren shpalose shtatorja e Tahir Sinan. Por ky nëntor më bukur festohet sot në Garanë, sepse këtu Skënderbeu ka peshën shumë më të madhe se në çdo vend tjetër, sepse vendoset pikërisht mu në truallin e zhuritur për liri dhe sot po gëzohen e i gëzohen të gjithë të ronët për liri të këtij trolli, Gjergj Kastrioti. Për 500 vjet na ka trimëru. Për 500 vjet e kemi ruajtur trungun e arbrit dhe gjakun e shqiptarit. Prandaj, nderuar vëllezër e motra, merita u takon luftarëve të lirisë. Sot ka ditëlindjen Adem Jasharit. Me emër të Këshillit Organizativ të Pranishmit i përshëndeti Valbon Aliu, i cili falenderoi të gjithë kontribuesit dhe pjesëmarrësit në këtë ngjarje. Në emër të Këshillit Organizativ ju falenderoj për pjesëmarrjen, gjithashtu falenderoj media që janë prezente dhe ata që na kanë mbështetur në këtë rrugtim. Falenderoj të gjithë bashkëtarët për mbështetjen e tyre në realizimin e këtij projekti për fshatin dhe me karakter kombëtar. Dhe e them me plot gojë që jam krenar për fshatin tim.
Kulmi i ceremonisë ishte zbulimi i bustit të Skënderbeut, i cili u bë nga Ali Ahmeti së bashku me ushtarët e UÇK-s nga fshati Garan, në një moment solem që u prit me duar trokitje dhe emocione të shumta.